Sapo kishte dalë nga burgu, por jeta e tij përfundoi në mënyrë misterioze vetëm pak kohë më vonë. Një ngjarje e rëndë dhe ende e mbuluar me mister ka tronditur Italinë, ku një 50 vjeçar shqiptar është gjetur i pajet në një stacion treni. Trupi i tij u zbulua 2 ditë më parë, duke ngritur menjëherë dyshime të forta për rrethanat e vdekjes. Sipas informacioneve të para, shqiptari kishte vetëm pak kohë që ishte liruar nga burgu, një detaj që e bën rastin edhe më të dyshim dhe që ka shtuar pikpyetjet për atë që mund të ketë ndodhur në orët e fundit të jetës së tij. Deri më tani, autoritetet italiane nuk kanë dhënë një verzion përfundimtar mbi shkakun e vdekjes. Nuk përjashtohet asnjë pistë, përfshirë edhe mundësinë e një vrasjeje. Hetuesit po analizojnë çdo detaj, nga lëvizjet e fundit të viktimës deri te kontaktet që ai mund të ketë pasur pas lirimit. Në vend ngjarje ndërhyn menjëherë forcat e policisë lokale së bashku me njësitë e specializuara të policisë shkencore, të cilat kryen ekspertiza të detajuara për të mbledhur prova. Për shkak të hetimeve, qarkullimi në stacion dhe ndalesa e tramvajit u pezulluan përkohësisht, duke krijuar edhe tension te qytetarët. Ngjarja ka shkaktuar reagime dhe shqetësim, ndërsa pritet që ditët në vijim të hedhin më shumë dritë mbi këtë rast të errët. Çfarë ndodhi realisht me 50 vjeçarin shqiptar? A ishte kjo një vdekje natyrale apo fshihet diçka më e rëndë pas saj?